Gjyshi që jetonin me gjyshi Faiko, kishte shumë rrulla në faqe. E di se plak. Edhe unë kur vija nga shkolla, më vitesh në bicikletë me punë, se fëmijë. Po kur kishte mysafir për shembull në shtëpi, nga që u desh me taku të gjithë, shkoja të gjithmonë te gjyshi me punë. Edhe ajo kështu. Po gjyshi gjithmonë para gjumit, thoshe më triste nusja gjyshit, edhe gjithmonë thoshe hajde shtëpi të put, më puthe këtu, pastaj flije gjumë. Edhe ka qenë njeriu më i rreth Mateo. Unë them, kishte qenë edhe ca vite më shumë jetën time, unë do kisha qenë shumë e zgjuar. Sa i lexuar, sa intelektual. Ja bënte kur hajm buk. Guxonte njëri me pipti, dëgjonin vetëm televizorin. Në orën 1 flinte gjumë, dhe respektonin gjithë figurën e gjyshit, babit, onos, autoritetin, po. Për shembull, dilte shotite, vite në shtëpi duhet më gjithë çoshim, e di për respekt, jo kështu për ne gjithmonë na nxirrte, na shëtiste, na lexonte libra, pralla. Më thoshte mua akti më i ullët, i mirënjohës është mos mirënjohja. Nëse je mos mirënjohës, i ketë gjitha. Unë thëna me mendje, çfarë thot ky, di se shumë e vogël. Thoshte mua, budalla thot gjyshim, thoshte. Budalla është ai që e dhuron një libër, me thëna librin tim, po më budalla është ai që ja kthen prapë, thot merre, di, se mbarova librin. Ka qenë njëri shumë i zgjuar, shumë i zgjuar. Ne kam shumë libra ose. Edhe këto për ato e kam. Edhe nëna merrte pensionin, gjithmonë nga 2000 lekë, nëna merrte pensionin 500 lekë na jepte. Ne vdisim kur merrte gjyshi pension, se nëna gjithmonë sa jepte. Gjyshi gjithmonë 2000 lekë, ti 2000 lekë. Me ono, në Ja, gjyshem ka mazam atë kur merrte pensionin dhe 2000 lekë. Po, Këtë pensionin edhe atë Gjermani, këtë ma e përmu. Po më ka pas. Mami me babin nuk e ka zdin çfarë është me rritje. Se ka punu në Gjermani, a? Ka punu në Gjermani. Po. Edhe pensionin në Gjermanisë kur isha student ma e përmu, komplet. Sa i mirë. Sa i beke paka Po shumë? s'merr të shumë, dhe këmë që në nëjë sajnë. Po çon si ka e kontribut. Sa i mirë. Se ti student. 5 euro ty të do këshin. Amo veta i gjesti, po, adin veta i gjesti Sa që e t'ja. me këtë të Kosovës, e ato të Gjermanisë më havan gjithë shumë ka do, ose. E në të të ma shëndet. E tepër ka bo mas me gjithë. Adin që pëtët cilin autoritetin e ka pas shumë, e kena vërës tepër. Po. Edhe ja ka përcjell babit, ja ka përcjell onos. Tjetër. Që guxojmë ne me këtë përgjigje onës, domethënë përpos faktit që jemi shumë të lidhur e kështu, po për shembull në një debat ose kështu, e respektojmë pa fjala e babit, onës, bëhet fjalë. Edhe gjithë e kemi nga gjyshi, e di. Ka pas një çun xhaje, edhe Xhaxhi Rexhepi vinin gjithmonë me një motor të vogël i Piazzo, vinin te oborri jon, edhe rritë gjatë ditës me gjyshin se shumë të lidhur. Kupton që atëherë to kanë qenë si ndjetuarit nga tragjedia që kanë kaluar atëherë si familje. Ai thonë shifrin mua e bënin ti kur të rritesh do bëhesh balerin, modele, do na krenosh familjen. Kush thoshte? Gjyshi more. Thoshte Rexhepit, kjo kur të rritet, betohem, gjyshin kam punuar në shkollë baletit. Ka shkuar, ka ardhur aty, më ka thënë mua nesër ke audicionin në shkollë baleti, kaq. Për mua kur të rritesh ti do na bësh krenar, të gjithë të ti, se mami mbërtiste shumë, se kam qenë kështu e dobët, nuk haja bukë, shumë ngrina vetë si fëmijë. Po shumë kot bërtasin këto nuse, se nesër pas nesër ti do bëhesh më saktë, ndoshta gjyshin gjithmonë, gjyshin e kam kështu. Nuk e di, edhe kur shkojmë Varreza, shkoj vetëm gjithmonë, se kam nevojë kështu që kërkohem. Kam Sa shumë vjet nuk lidhur. është më? Gjyshi ka shumë vite që kam ndru jetë. Këtë vit mund të ketë bërë 13-14 vite. 13 vite ka bërë. Dërsa nëna 13 gjyshi 3 nëna. Se nëna ka jetu deri vonë. Edhe kur është smur atër kemi qenë vetëm mund ajo. O sot s'kam pëtaru kur. Fati janë shumë i madh është që afër shtëpisë tonë, si këtu edhe te tualeti kemi një spital privat, që për çdo gjë domethënë, larg qoftë me pas një gjë e kemi shumë afër. Shumë afër. Po nëna vishesha unë gjithmonë se për zonë e disa kohë më mbrapa që ka ndru jetë e kërkoja në për shtëpi. Pritet të shohë vetëm shumë bukur i gëzosh. Rroba, kupton? Pritet të shohë, nuk dilja unë kur nga shtëpia, më thënë shumë bukur i gëzosh. Ditë të mbar, më gatunte për shembull, i bënte gjithë shtëpisë një gjell, më bënte gjell tjetër se